Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Vrasja e Ilarias Sulës nga ishi dashuri, në nënhetim prindrit e autorit. Vrasja e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula tronditi Italinë një ditë më parë kur u mësua se studentja që jetonte në Rom u vra nga ishi dashuri i saj Mark Samson. 23 vjeçari me origjinë filipinse në debate sipër goditi me thik Ilarian duke i marrë jetën, teksa më pas e futi trupin e saj në valixhe dhe më pas duke hedhur në një zonë pyjore larg Romës. Pasi pranoi krimin, hetimet kaluan dhe te prindrit e autorit, të cilët sipas mediave italiane ndodheshin në shtëpi kur ndodhi ngjarja. Hetuesit po punojnë për të konstatuar në një përfshirje të mundshme në fshehjen e trupit të vajzës nga babai dhe nëna 23 vjeçarit, të cilët u morën në pyetje në komisariat. Gjithashtu, një kamera sigurie ka kapur makinën e Samson rreth orës 6 të darkës, 26 mars, në zonën e Polit ku i riu ka hequr qafe trupin e vajzës të mbyllur në një valixhe, duke e hedhur nga një shkëmb.